Në dhjetor të vitit 1953, kur oficerët e sigurimit të shtetit hynë në vilën presidenciale në Tiranë për të instaluar pajisjet e fundit të përgjimit, ata gjetën diçka që nuk duhej të ekzistonte. Në sirtarin e mbyllur të shkrimit të Omer Nishanit, kreut të shtetit shqiptar, ndodheshin letra private drejtuar gruas së tij austriake, Rosvita von Oller. Letra që përshkruanin dyshimet e tij për mikrofonat që tashmë ishin instaluar në muret e shtëpisë së tij. Letra që flisnin për vëllain e tij të pushkatuar, Besim Nishanin, dhe për pafuqinë e tij për ta shpëtuar. Letra aq të rrezikshme sa vetë ekzistenca e tyre mund të kishte kushtuar jetën e çdo qytetari të zakonshëm. Por menjëherë pas 26 majit të vitit 1954, këto letra zhdukën pa gjurmë. Kush i mori? Dhe më e rëndësishmja, çfarë fshinin ato letra që vetë kreu i shtetit nuk guxonte t'ia tregonte askujt përveç gruas së tij të huaj? Në vitin 1946, kur Omer Nishani u zgjodh kryetari i presidiumit të Kuvendit Popullor, bota e pa si një shenjë shprese. Një mjek i shkolluar në Perëndim, një intelektual që kishte jetuar në Vjenë, një burr me grua austriake nga familje aristokrate. Për Perëndimin, ai ishte fytyra e moderuar e Shqipërisë së re. Për Enver Hoxhën, ai ishte diçka krejtësisht tjetër, një fasadë e përsosur. Një kukull e veshur me kostum perëndimor që do t'i jepte legjitimitet ndërkombëtar një regjimi që tashmë po planifikonte pushkatimet masive. Nishani e dinte këtë. Që nga dita e parë, ai e kuptoi se titulli i tij ishte një burg me muze ari. Por ajo që ai nuk e dinte ishte se muret e atij burgu kishin vesh. Se çdo fjalë që ai do t'i përshpëriste gruas së tij në errësirën e dhomës së gjumit do të shkruhej në dosjet e sigurimit. Se çdo lot që ai do të derte për vëllain e tij të vrarë do të bëhej provë kundër tij. Dhe se gruaja që ai e donte më shumë se gjithçka në botë do të shndërrohej në armikun më të madh të regjimit. Rosvita von Oller Nishani ishte një grua që nuk përshtatej në Tiranën komuniste. Ajo fliste shqip me theks të fortë austriak, vishej me elegancë perëndimore dhe mbante mend Vjenën e para luftës me një mall që e bënte të dukshme për çdo oficer të sigurimit që e vëzhgonte. Për regjimin, ajo nuk ishte thjesht gruaja e kreut të shtetit. Ajo ishte veshi i Perëndimit në krevatin e pushtetit. Një grua e huaj që kishte akses në sekretet më të thella të shtetit. Një grua që mund të ishte agjente e shërbimeve sekrete austriake apo gjermane. Kjo nuk ishte thjesht paranoj. Kjo ishte doktrina zyrtare e sigurimit të shtetit në vitet e para të luftës së ftohtë. Çdo grua e huaj e një udhëheqësi komunist konsiderohej si kërcënim potencial. Por në rastin e Rosvitës, dyshimet shkuan përtej çdo mase racionale. Sigurimi filloi ta ndjek atë që në vitin 1947. Çdo vizitë që ajo bënte në ambasadën austriake regjistrohej. Çdo letër që ajo dërgonte në Vjenë hapej dhe lexohej. Çdo bisedë që ajo zhvillonte me diplomat të huaj transkriptohej. Dhe kur kjo nuk mjaftoi, sigurimi vendosi të shkonte më thellë. Shumë më thellë. Imagjinoni një mbrëmje dimri në vitin 1948. Omer Nishani dhe Rosvita janë ulur në dhomën e tyre të gjumit në vilën presidenciale. Jashtë, roja e sigurimit rrotullohet në obor. Brenda, çifti flet në zë të ulët. Omeri i tregon gruas së tij për mbledhjen e fundit të byros politike, ku Enver Hoxha ka urdhëruar një valë të re arrestimesh. Ai i tregon asaj se si ndihet i pafuqishëm, se si titulli i tij si kreu i shtetit është vetëm një maskë, se si ai nuk ka asnjë pushtet real. Rosvita e ngushëllon. Ajo i thotë se duhet të kenë durim, se një ditë gjërat do të ndryshojnë. Ata nuk e dinë se çdo fjalë e kësaj bisede po regjistrohet. Se pas murit në një dhomë të fshehur teknike, një oficer i sigurimit po dëgjon me kufje dhe po shkruan shënime. Se kjo bisedë intime, e mbushur me dhimbje dhe dashuri, do të bëhet provë në dosjen që po përgatitet kundër tyre. Kjo nuk ishte thjesht përgjim. Kjo ishte shkatërim i planifikuar i shpirtit njerëzor. Mehmet Shehu dhe Kadri Hasbiu, drejtuesit e Ministrisë së Brendshme dhe Sigurimit, e kishin kuptuar që në fillim se Omer Nishani ishte një problem. Jo sepse ai ishte armik i hapur i regjimit, por pikërisht sepse ai nuk ishte. Ai ishte një njeri i ndershëm që kishte rënë në kurth. Një intelektual që e dinte shumë dhe ndjente edhe më shumë. Një burr që kishte humbur vëllain në pushkatimet e regjimit dhe që mbante brenda një urrëtie të heshtur por të djegshme. Për Shehun dhe Hasbiun, Nishani ishte një bombë me sahat.
Dhe gruaja e tij e huaj ishte fitili. Prandaj ata vendosën të ndërtonin rreth çiftit presidencial një rrjet përgjimi aq të dendur sa asnjë fjalë, asnjë lëvizje, asnjë mendim të mos shpëtonte. Shërbëtorët e shtëpisë u rekrutuan si informator. Rojet u urdhëruan të raportonin çdo vizitë, çdo telefonat, çdo bisedë që dëgjonin. Madje edhe mjeku personal i Nishanit u detyrua të raportonte për gjendjen e tij shëndetësore dhe psikologjike. Por kjo nuk mjaftoi. Në fillim të viteve 50, sigurimi instaloi mikrofon elektronik në çdo dhomë të vilës presidenciale. Në sallonin ku Nishani priste delegacionet e huaja. Në zyrën ku ai lexonte dokumentet shtetërore. Dhe, më e rëndësishmja, në dhomën e gjumit ku ai dhe Rosvita flisnin për frikën e tyre më të thellë. Transkriptet e këtyre përgjimeve, që u deklasifikuan pjesërisht pas viteve 90, janë dokumente rrëqethse. Ato tregojnë një burr që po shkatërrohej nga brenda. Në një bisedë të regjistruar në mars të vitit 1950, Nishani i thot Rosvitës se ai nuk mund të jetojë më me këtë gënjeshtër. Se ai është kreu i shtetit vetëm në letër, por në realitet është një rob i Enver Hoxhës. Se ai nënshkruan dekrete pushkatimi për njerëz që ai di të pafajshëm. Se ai përfaqëson një regjim që i ka vrarë vëllan. Rosvita përpiqet ta qetësoj, por edhe ajo është e thyrë. Ajo i thot se ndihet e vetmuar, se nuk ka asnjë mik të vërtet në Tiranë, se çdo grua shqiptare e shikon me dyshim si të huajën. Dhe pastaj, në një moment që duhet të ketë ngrirë gjakun e oficerëve që po dëgjonin, Omeri thot, ndonjëherë mendoj se do të ishte më mirë të mos kisha lindur kurrë në këtë vend. Kjo fjalë, e thënë në errësirën e një dhome të përgjuar, ishte një dënim me vdekje. Por çfarë e bëri sigurimin aq të sigurt se Rosvita ishte agjente e huaj? Asnjë provë konkrete nuk u gjet kurrë. Asnjë dokument, asnjë takim sekret, asnjë transferim parash. Ajo që ekzistonte ishte vetëm një teori e ndërtuar mbi paranojë dhe ksenofobinë e thellë të regjimit. Rosvita shkruante letra në Vjenë. Kjo ishte e vërtetë. Por letrat ishin drejtuar familjes së saj, jo shërbimeve sekrete. Ajo takohej me diplomat austriak. Kjo ishte e vërtetë. Por takimet ishin zyrtare, si gruaja e kreut të shtetit. Ajo fliste gjermanisht me miqtë e saj të vjetër. Kjo ishte e vërtetë. Por bisedimet ishin për nostalgjinë e Vjenës, jo për sekrete shtetërore. Megjithatë, për sigurimin, këto fakte të pafajshme u shndërruan në prova të një komploti të madh. Në dosjen e saj që u hap në vitin 1948, shkruaj, subjekti Rosvita von Oller Nishani dyshohet se mban kontakte me rrjetet e inteligjencës perëndimore. Qëllimi i saj është nxjerrja e informacioneve të klasifikuara përmes burrit të saj, kryetarit të presidiumit. Duhet vëzhgim i vazhdueshëm dhe marrja e masave parandaluese. Masat parandaluese do të vinin. Por jo menjëherë. Sigurimi kishte durim. Ai po grumbullonte prova. Po ndërtonte një dosje që një ditë do të përdorej për të shkatëruar të dy bashkëshortët. Në korrik të vitit 1953, Omer Nishani dha dorëheqjen nga posti i kreut të shtetit. Versioni zyrtar ishte se ai kishte kërkuar vetë largimin për arsye shëndetësore. Ai vuante nga ciroza e mëlçisë, thuaj. Ai kishte nevojë për pushim. Por ata që e njihnin e din të vërtetën. Nishani nuk dha dorëheqje. Ai u largua me forcë. Enver Hoxha kishte vendosur se fasada perëndimore nuk i duhej më. Lufta e ftohtë ishte thelluar. Shqipëria ishte izoluar plotësisht nga perëndimi. Tani regjimi kishte nevojë për një kreu shteti që ishte partizan i vjetër, jo intelektual borgjez. Haxhi Leshi, një burr pa arsim por me besnikëri absolute ndaj Hoxhës, u zgjodh në vendin e Nishanit. Dhe Omeri, burri që kishte qenë fytyra e shtetit për 7 vjet, u kthye në shtëpi. Por kjo shtëpi nuk ishte më e tij. Ajo ishte një burg. Roja që më parë e mbronin tani e ruanin që të mos arratisej. Telefoni ishte nën kontroll. Çdo vizitë regjistrohej. Dhe mikrofonat vazhduan të funksionojnë. Madje, pas largimit të tij nga posti, përgjimi u intensifikua. Sigurimi donte të dinte, a do të fliste Nishani? A do të bëhej ai një problem? A do të kërkonte azil në ndonjë ambasadë perëndimore? Muajt që pasuan ishin një agoni e ngadaltë. Nishani e dinte se ishte nën vëzhgim. Ai filloi të fliste gjithnjë e më pak, edhe me Rosvitën.
Ai kalonte orë të tëra ulur në zyrën e tij, duke lexuar libra mjekësore, duke shkruar shënime që pastaj i digjte. Ai pinte gjithnjë e më shumë. Shëndeti i tij u përkeqësua. Por më e keqja nuk ishte sëmundja fizike. Ishte shkatërimi psikologjik. Në janar të vitit 1954, sipas një raporti të sigurimit, Nishani u gjet duke qarë në dhomën e tij të gjumit në mes të natës. Kur Rosvita e pyeti se çfarë kishte ndodhur, ai u përgjigj: "Ata do të na vrasin të dy. Është vetëm çështje kohe." Kjo bisedë, natyrisht, u regjistrua dhe u raportua direkt tek Mehmet Shehu. Vendimi ishte marrë. Omer Nishani duhej eliminuar. Por si? Një gjyq publik do të ishte i rrezikshëm. Ai mund të fliste. Ai mund të zbulonte se sa kukull kishte qenë. Një aksident do të dukej i dyshim. Mbetej vetëm një opsion, vetvrasja. E vërtet ose e shtitur. Në 26 maj të vitit 1954, Omer Nishani u gjet i vdekur në shtëpinë e tij. Një plumb në trup. Një armë në dorë. Raporti zyrtar i policisë thoshte, vetvrasje për shkak të depresionit të thellë dhe sëmundjes së rëndë. Por ata që hynë të parët në skenë pan diçka që nuk përputhej me këtë version. Këndi i hyrjes së plumbit ishte i çuditshëm. Arma ishte vendosur shumë rregullisht në dorën e tij. Dhe, më e rëndësishmja, Rosvita, që ndodhej në dhomën ngjitur, nuk kishte dëgjuar asnjë zhurmë. Si ishte e mundur? A ishte vërtet vetvrasje? Apo ishte një ekzekutim i maskuar nga sigurimi? Apo, siç besojnë disa historian, ishte një vetvrasje e detyruar, një skenar ku Nishanit ju vu përpara zgjedhja, ose të vriste veten, ose gruaja e tij do të arrestohej dhe torturohej si agjente e huaj? Të gjitha këto pyetje mbeten pa përgjigje edhe sot. Por një gjë është e sigurt, vdekja e Omer Nishanit nuk ishte një tragjedi personale. Ishte një krim i planifikuar nga shteti kundër njeriut që e dinte shumë dhe ndjente edhe më shumë. Dhe Rosvita? Çfarë ju ndodh gruas së huaj që mbeti e vetme në një vend që e urrente? Pas varrimit të Omerit, ajo u largua nga vila presidenciale. Ju hoqën të gjitha privilegjet. Ju ndalua të shkonte në ambasadën austriake. Ju ndalua të shkruante letra jashtë vendit. Ajo u izolua plotësisht. Dhe pastaj, në një datë që nuk është regjistruar saktësisht në arkiva, ajo u arrestua. Akuza, bashkëpunim me shërbimet sekrete të huaja. Prova, asnjë. Por provat nuk ishin të nevojshme. Rosvita von Oller Nishani, gruaja që dikur kishte qenë zonja e parë e Shqipërisë, përfundoi në spitalin psikiatrik të Elbasanit. Regjimi e shpalli të çmendur. Kjo ishte mënyra më e lehtë për ta heshtur përgjithmonë. Një grua e çmendur nuk mund të dëshmonte. Një grua e çmendur nuk kishte kredibilitet. Dhe një grua e çmendur mund të lihej të vdiste në heshtje, pa u bërë kur lajm. Rosvita vdiq në atë spital, në kushte mizerabël, e veshur me lecka, pa asnjë njeri të afërm, pa asnjë vizitë, pa asnjë fjalë ngushëllimi. Trupi i saj u varros në një varr të pashënuar. Emri i saj u fshi nga historia zyrtare. Dhe për dekada, askush nuk foli për gruan austriake që kishte dashur një burr shqiptar dhe që kishte paguar me jetën e saj për këtë dashuri. Por a ishte vërtet Rosvita agjente e huaj? A kishte ajo ndonjë lidhje me shërbimet sekrete perëndimore? Apo ishte thjesht një grua e pafajshme që u bë viktime e paranojës së një regjimi që shite armiq kudo? Sot, pas deklasifikimit të pjesëshëm të dosjeve të sigurimit, ne e dim përgjigjen. Asnjë provë nuk u gjet kurrë. Asnjë dokument, asnjë takim sekret, asnjë pagesë. Rosvita von Oller Nishani ishte thjesht një grua që kishte lindur në vendin e gabuar dhe në kohën e gabuar. Një grua që kishte dashur një burr që regjimi e kishte shndërruar në kukull. Dhe një grua që kishte paguar çmimin më të lartë për këtë dashuri. Por historia e saj nuk përfundon këtu. Sepse edhe sot, 70 vjet pas vdekjes së Omer Nishanit, pyetjet vazhdojnë. Kush urdhëroi vërtet vrasjen e tij? Çfarë ndodhi me letrat që ai i shkruante Rosvitës dhe që zhdukën pas vdekjes së tij? Dhe, më e rëndësishmja, sa njerëz të tjerë në hierarkinë e lartë të regjimit komunist jetuan dhe vdiqën në përgjimin e vazhdueshëm të sigurimit, duke qenë robër në shtëpitë e tyre të arta? Kur oficerët e sigurimit hynë për herë të fundit në vilën e Nishanit për të hequr pajisjet e përgjimit, ata gjetën diçka që nuk e priknin.
Në murin e dhomës së gjumit, pas një tabloje, Rosvita kishte gërvishtur me gosht një fjalë të vetme në gjermanisht, verat tradhtuar. Kjo fjalë, e shkruar me dorën e dridhur të një gruaje që e dinte se fundi po afrohej, ishte testamenti i saj i fundit. Një akuzë e hedhur jo vetëm kundër sigurimit, por kundër të gjithë atyre që e kishin lejuar këtë tragjedi të ndodhte. Kundër Enver Hoxhës, që e kishte përdorur burrin e saj si fasadë dhe pastaj e kishte hedhur si një sen të panevojshëm. Kundër Mehmet Sheut dhe Kadri Hasbiut, që kishin ndërtuar rrjetin e përgjimit që i kishte shkatëruar jetën. Dhe kundër të gjithë atyre që, duke ditur të vërtetën, kishin zgjedhur heshtjen. Por kjo fjalë nuk u pa kurrë nga publiku. Oficerët e sigurimit e fotografuan për dosjen dhe pastaj e lyen murin. Historia zyrtare vazhdoi të fliste për vetvrasjen e Omer Nishanit për shkak të depresionit. Dhe Rosvita u kthye në një emër të harruar, një hije në skajet e historisë. Deri sot. A mund të kishte Omer Nishani shpëtuar? A kishte ai ndonjë mundësi për t'i shpëtuar kësaj fati tragjik? Disa historianë besojnë se po. Në vitin 1949, kur tensionet mes Shqipërisë dhe Jugosllavisë ishin në kulm, Nishani kishte marrë një ftesë diskrete nga ambasada britanike për të kërkuar azil politik. Por ai e refuzoi. Pse? Sepse ai e dinte se nëse ai arratisej, Rosvita do të mbetej prapa. Dhe regjimi do ta torturonte atë për të nxjerrë informacione. Ai zgjodhi të mbetej, duke shpresuar se mund të mbronte gruan e tij. Por kjo zgjedhje e kushtoi jetën. Sepse duke mbetur, ai u bë një kërcënim të vazhdueshëm për regjimin. Një burr që e dinte shumë. Një burr që mund të fliste. Dhe një burr që, nëse do të dëshpërohej mjaftueshëm, mund të bëhej armik i hapur. Prandaj sigurimi vendosi ta eliminonte para se kjo të ndodhte. Dhe Rosvita, gruaja për të cilën ai kishte sakrifikuar gjithçka, përfundoi duke vdekur në mënyrën më mizore të mundshme. Sot, kur ecim nëpër rrugët e Tiranës, ne kalojmë pranë ndërtesave që dikur ishin selia e sigurimit të shtetit. Ndërtesa ku ruhen ende mijëra dosje të njerëzve që u përgjuan, u torturuan, u vranë. Ndërtesa ku, diku në një arkiv të errët, ndodhet edhe dosja e Omer Nishanit dhe Rosvita von Oller. Dosja që përmban transkriptet e bisedave të tyre intime. Dosja që përmban raportet e oficerëve që i vëzhgonin çdo ditë. Dosja që përmban fotografitë e skenës së vdekjes. Dhe dosja që, ndoshta, përmban edhe të vërtetën e plot për atë që ndodhi vërtet në 26 maj të vitit 1954. Por kjo dosje nuk është hapur plotësisht ende. Disa pjesë të saj mbeten të klasifikuara. Pse? Çfarë fshihet ende? Cilat emra, cilat urdhra, cilat sekrete janë aq të rrezikshme sa edhe 70 vjet pas ngjarjeve nuk mund të zbulohen? Dhe kush, sot, po mbron këto sekrete? Në shkurt të vitit 1952, një grua e re shqiptare me emrin Liri Gega hyri për herë të parë në vilën presidenciale si shërbëtore e re e familjes Nishani. Ajo ishte 22 vjeç, e shkolluar, me një buzëqeshje të sjellshme që e bënte të dukej e pafajshme. Rosvita e pranoi me mirësjellje, duke i treguar dhomat, duke i shpjeguar detyrat e përditshme, duke i folur në gjermanisht të thyer për jetën në Vjenë që ajo e mallkonte aq shumë. Por ajo që Rosvita nuk e dinte ishte se Liri Gega nuk ishte thjesht një shërbëtore. Ajo ishte një agjente e sigurimit të shtetit, e trajnuar posaçërisht për këtë mision. Detyra e saj nuk ishte të pastronte dhoma apo të gatuante. Detyra e saj ishte të dëgjonte, të vëzhgonte, të raportonte çdo fjalë, çdo gjest, çdo moment dobësie të çiftit presidencial. Dhe ajo e bëri këtë me një përkushtim që edhe vetë oficerët e sigurimit e admiruan. Për 3 vjet me radhë, Liri Gega jetoi në atë shtëpi, duke ngrënë në të njëjtën tryezë me Rosvitën, duke dëgjuar lotët e saj natën, duke parë shkatërimin e ngadaltë të Omer Nishanit. Dhe çdo mbrëmje, kur çifti flinte, ajo shkruante raporte të detajuara që i dorëzonte në një kuti postare sekrete në qendër të Tiranës. Raporte që përshkruanin jo vetëm fjalët, por edhe heshtjet. Jo vetëm veprimet, por edhe ëndrat e thëna me zë të lartë. Kjo grua e re me buzëqeshje të sjellshme ishte armiku më i rrezikshëm që Rosvita kishte në shtëpinë e saj. Dhe ajo nuk e dyshoi kurrë. Raportet e Liri Gegës janë deklasifikuar pjesërisht në vitet e fundit, dhe ato zbulojnë një tragjedi njerëzore që shkakton dhimbje edhe sot.
Në një raport të datës 15 mars 1953, ajo shkruan, subjekti Rosvita ka qarë sot për 3 orë me radhë. Ajo ka thënë se ndihet si e burgosur në këtë shtëpi. Ka përmendur se dëshiron të kthehet në Austri, por subjekti Omer ia ka thënë se kjo është e pamundur. Ai ka thënë se nëse ajo largohet, ai do të akuzohet si tradhtar dhe do të pushkatohet. Rosvita ka pyetur, pra ne jemi robër? Omeri nuk ka përgjigjur. Ka ulur kokën dhe ka dal nga dhoma. Ky raport, i shkruar me një gjuhë të ftohtë burokratike, kap një moment intimiteti të thyer nga spionazhi. Një çift që po përpiqej të mbijetonte, duke mos ditur se çdo fjalë e tyre po shërbente si provë për dënimin e tyre të ardhshëm. Por më tronditse janë raportet që përshkruajnë momentet kur Omeri fliste për vëllain e tij të pushkatuar, Besim Nishanin. Në një raport të prillit të vitit 1953, Liri Gega shkruan, subjekti Omer ka pirë shumë raki sonte. Ka filluar të flasë për vëllain e tij. Ka thënë se ai ishte i pafajshëm, se ai nuk kishte bërë asgjë kundër shtetit, se ai u pushkatua vetëm sepse kishte qenë i pasur. Subjekti ka thënë, unë nënshkrova dekrete pushkatimi për njerëz si vëllai im. Çfarë lloj njeriu jam unë? Rosvita ka përpjekur ta qetësoj, por ai ka vazhduar të qaj. Kam dëgjuar tingullin e vajtimit të tij deri në orën 2 të mëngjesit. Ky raport nuk ishte thjesht një dokument i sigurimit. Ishte një dëshmi e shkatërimit të shpirtit njerëzor nga faji dhe pafuqia. Por Liri Gega nuk ishte e vetmja. Në vitin 1950, sigurimi vendosi të intensifikonte përgjimin duke rekrutuar edhe rojet e jashtme të Vilës. Një nga këta roje, një burr me emrin Petri Doda, ishte një ish partizan që kishte luftuar në luftën nacional çlirimtare dhe që besonte se po shërbente për mbrojtjen e shtetit. Ai nuk e dinte se detyra e tij e vërtet nuk ishte të mbronte kreun e shtetit, por ta spiononte atë. Çdo vizitë që vinte në Vilë regjistrohej nga Petri Doda. Çdo makinë që ndalonte përpara portës fotografohej. Çdo bisedë që ai dëgjonte rastësisht raportohej. Dhe në një rast, në shtator të vitit 1952, ai raportoi diçka që ndryshoi gjithçka. Ai shkroi, sonte, rreth orës 23, një makinë e panjohur ka ndaluar përpara Vilës. Një burr me kostum të errët ka zbritur dhe ka trokitur në portë. Subjekti Omer ka dalë vetë për ta pritur. Ata kanë folur për rreth 15 minuta në obor, në zë të ulët. Nuk kam mundur të dëgjoj bisedën, por kam vërejtur se subjekti Omer duke i shqetësuar. Pas largimit të vizitorit, ai ka hyrë në shtëpi dhe ka mbyllur derën me forcë. Kam dëgjuar zëra të lartë mes tij dhe Rosvitës. Ky raport shkaktoi alarm në sigurimin e shtetit. Kush ishte ky vizitor i natës? Çfarë kishin diskutuar? A ishte kjo një përpjekje për të organizuar një arratisje? Apo diçka edhe më e rrezikshme? Sigurimi filloi një hetim intensiv. Makina u identifikua si një automjet i ambasadës jugoslave. Vizitori ishte një diplomat i ulët me emrin Milovan Jovanovi, që kishte qenë mik i vjetër i Omer Nishanit nga koha kur ai kishte jetuar në Beograd në vitet 30. Por në vitin 1952, çdo kontakt me jugoslavët konsiderohej si tradhti. Shqipëria kishte prishur marrëdhëniet me Jugosllavinë e Titos në vitin 1948 dhe çdo shqiptar që mbante lidhje me jugoslavët akuzohej si revizionist dhe armik i popullit. Pra, kjo vizitë e natës nuk ishte thjesht një takim miqësor. Ishte një provë e re në dosjen që po ndërtohej kundër Nishanit. Por çfarë kishin diskutuar vërtet Omeri dhe Milovan Jovanovi atë natë? Kjo mbetet një mister. Asnjë transkript i bisedës nuk ekziston, sepse takimi ndodhi jashtë, larg mikrofonave. Por disa historianë besojnë se Jovanovi i kishte ofruar Nishanit mundësinë për të kërkuar azil në Jugosllavi. Të tjerë besojnë se ai thjesht kishte ardhur për t'i dhënë lajme për miqtë e tyre të përbashkët që jetonin në Beograd. Por pavarësisht nga e vërteta, ky takim i natës u bë një nga akuzat kryesore që do të përdoreshin kundër Nishanit në muajt që pasuan. Dhe Rosvita, që kishte dëgjuar bisedën e zjarrt mes saj dhe Omerit pas largimit të vizitorit, e kuptoi se diçka kishte ndryshuar përgjithmonë. Frika që ajo kishte ndjerë gjithmonë tani u bë panik. Në dhjetor të vitit 1952, Rosvita mori një vendim të dëshpëruar. Ajo shkroi një letër të fshehtë drejtuar motrës së saj në Vjenë, duke i kërkuar ndihmë për të dalë nga Shqipëria.
Letra ishte e shkruar në gjermanisht me një dorëshkrim të dridhur dhe fillonte me fjalët: "E dashur Greta, nëse ti nuk më ndihmon, unë do të vdes këtu." Ajo vazhdonte duke përshkruar jetën e saj si një fer të vazhdueshëm, duke folur për përgjimin, për izolimin, për frikën që e zinte çdo ditë. Ajo shkruante: "Unë nuk kam më asnjë mik. Çdo grua shqiptare më shikon si armike. Çdo fjalë që them dëgjohet nga njerëz që unë nuk i shoh." Omeri po shkatërohet. Ai pi çdo natë dhe flet për vdekje. Unë kam frikë se ai do të bëj diçka të tmerrshme. Të lutem, fol me ambasadën austriake. Kërko ndihmë. Nxirr më nga ky vend para se të jetë shumë vonë. Kjo letër nuk arriti kurrë në Vjenë. Ajo u kap nga sigurimi në postën qendrore të Tiranës, ku çdo letër që shkonte jashtë vendit hapej dhe lexohej. Letra u fut në dosjen e Rozvitës si provë e përpjekjes për të kontaktuar me shërbimet e huaja. Dhe Rozvita nuk mësoi kurrë se letra e saj nuk ishte dërguar. Ajo vazhdoi të priste përgjigje nga motra, një përgjigje që nuk do të vinte kurrë. Dhe çdo ditë që kalonte pa lajme, shpresa e saj shuante pak më shumë. Por çfarë ndodhte me Omer Nishanin gjatë kësaj periudhe? Raportet e sigurimit tregojnë një burg që po humbisnin kontrollin. Në janar të vitit 1953, ai filloi të refuzonte të shkonte në mbledhjet e presidiumit. Ai pretendonte se ishte i sëmur, por të gjithë e dinë se kjo ishte një gënjeshtër. Ai thjesht nuk duronte më të ulej në të njëjtën dhomë me Enver Hoxhën dhe të tjerët që kishin urdhëruar vrasjen e vëllait të tij. Në shkurt, ai filloi të flinte gjatë ditës dhe të qëndronte zgjuar natën, duke ecur nëpër dhoma si një fantazmë. Liri Gega raportoi se ajo e kishte gjetur disa herë duke qarë në errësirë, duke mbajtur në duar një fotografi të vjetër të vëllait të tij. Në mars, ai filloi të fliste vetëm, duke përsëritur fjalë të pakuptueshme. Mjeku i tij personal, Dr. Skënder Libohova, që gjithashtu ishte një informator i sigurimit, raportoi se Nishani vuante nga depresion i rënd dhe se kishte shenja të fillimit të psikozës. Por a ishte kjo vërtet një sëmundje mendore? Apo ishte thjesht reagimi natyror i një njeriu që po jetonte në presion të padurueshëm psikologjik? Sot, psikologët që kanë studiuar rastin e Nishanit besojnë se ai vuante nga ajo që quhet trauma e vazhdueshme e përgjimit. Një gjendje ku viktima e di se është në nënvëzhgim të vazhdueshëm, por nuk mund të bëjë asgjë për ta ndaluar atë. Kjo gjendje shkakton paranojë, depresion dhe në raste ekstreme, mendime vetvrasëse. Omer Nishani po jetonte këtë ferr çdo ditë. Në prill të vitit 1953, ndodhi diçka që e thelloi edhe më shumë krizën. Rozvita u sëmur rënd me një infeksion të mushkërive dhe u shtrua në spital. Por spitali ku ajo u dërgua nuk ishte një spital i zakonshëm. Ishte Spitali Ushtarak i Tiranës, një institucion nën kontrollin e plot të Ministrisë së Brendshme. Dhe mjekët që e trajtuan nuk ishin thjesht mjek. Ata ishin oficer të sigurimit të veshur me mantele të bardha. Gjatë qëndrimit të saj në spital, Rozvita u izolua plotësisht. Omer Nishanit ju lejua ta vizitonte vetëm një herë në javë dhe gjithmonë në prani të një infermiereje që raportonte çdo fjalë të bisedës së tyre. Në një nga këto vizita, sipas një raporti të sigurimit, Omeri i tha Rozvitës: "Ata po na vrasin ngadalë. Ata duan që ne të vdesim pa bërë zhurmë." Rozvita, e dobësuar nga sëmundja, ju përgjigj: "Atëherë le të vdesim bashkë. Unë nuk dua të jetoj pa ty." Kjo bisedë, e regjistruar nga infermierja spiune, u raportua menjëherë tek Mehmet Shehu. Dhe vendimi u mor, Rozvita duhej nxjerrë nga spitali sa më shpejt, para se ajo të vdiste atje dhe të shkaktonte një skandal ndërkombëtar. Ajo u kthye në shtëpi pas 2 javësh, ende e dobët, ende e sëmur, por e gjallë. Por kjo përvojë e kishte thyer plotësisht. Ajo nuk besonte më se do të shpëtonte. Ajo e dinte se fundi po afrohej. Në maj të vitit 1953, 2 muaj para se Omer Nishani të jepte dorëheqjen nga posti i kreut të shtetit, ndodhi një ngjarje që shumë pak njerëz e dinë. Një mbrëmje, rreth orës 20, Omeri dhe Rozvita ishin ulur në balkonin e vilës, duke parë perëndimin e diellit mbi Tiranën. Ishte një moment i rrallë qetësie, një moment kur ata mund të harronin për pak kohë ferrin që po jetonin. Por pastaj, Omeri tha diçka që e ngriti gjakun e Rozvitës. Ai tha: "Unë kam vendosur. Nëse ata vinë për mua, unë nuk do të lejoj që të prekin ty, unë do të marr përsipër gjithçka. Do të them se ti nuk dije asgjë.
Se ti ishe thjesht gruaja ime, jo bashkëpunëtorja ime. Dhe pastaj do të kërkoj që të lejojnë të kthehesh në Austri. Rosvita e shikoi me lot në sy dhe tha, ti e di se ata nuk do të më lejojnë të largohem. Ata do të më mbajnë këtu për të torturuar ty, kjo është mënyra se si ata funksionojnë. Omeri nuk tha asgjë. Ai e dinte se ajo kishte të drejtë. Dhe në atë moment të dy e kuptuan se nuk kishte shpëtim. Se pavarësisht nga ajo që ata do të bënin, fundi do të ishte i njëjtë. Kjo bisedë, natyrisht, u regjistrua nga mikrofonat që ishin instaluar edhe në balkon. Dhe ajo u raportua tek Enver Hoxha personalisht. Reagimi i tij ishte i ftohtë dhe i qartë, Nishani po bëhet i rrezikshëm. Duhet vepruar shpejt. Kur Omer Nishani dha dorëheqjen nga posti i kreut të shtetit, ai dhe Rosvita u kthyen në vilën e tyre, duke ditur se tani ishin plotësisht të pambrojtur. Titulli i kreut të shtetit, edhe pse simbolik, i kishte dhënë Omerit një shkallë mbrojtjeje. Tani, ai nuk ishte më asgjë. Ishte thjesht një ish funksionar, një burr i sëmur, një problem që duhej zgjidhur. Dhe sigurimi filloi të përgatiste planin final. Në gusht, numri i rojeve rreth vilës u dyfishua. Në shtator, Liri Gega u zëvendësua nga një shërbëtore e re, edhe më e trajnuar në spionazh. Në tetor, mjeku personal i Nishanit filloi të raportonte çdo ditë për gjendjen e tij shëndetësore, duke theksuar se ai po konsumon sasi të mëdha alkooli dhe se ka shenja të vetvrasjes. Në nëntor, Rosvitës i ndalua të dilte nga shtëpia pa leje të shkruar nga Ministria e Brendshme. Dhe në dhjetor, sigurimi instaloi një pajisje të re për gjimi, më të sofistikuar, që mund të regjistronte edhe përshpëritjet më të ulta. Rrieti po mbyllej. Dhe çifti presidencial po mbytej ngadalë ditë pas dite, pa asnjë shpresë për shpëtim. Në janar të vitit 1954, Rosvita shkroi një ditare të fshehtë. Ajo e mbante atë në ndyshemen e dhomës së gjumit, në një vend që ajo mendonte se askush nuk do ta gjente. Në këtë ditar, ajo shkruante çdo ditë për frikën e saj, për dashurinë e saj për Omerin, për mallin e saj për Vienën. Një nga shënimet më tronditëse është ajo e datës 10 janar. Sot Omeri më tha se ai po mendon për vetvrasje. Ai tha se kjo është e vetmja mënyrë për të më shpëtuar mua. Nëse ai vdes, ata nuk do të kenë më arsye për të më mbajtur mua. Unë do të mund të kthehem në Austri. Unë i thash se kjo është marrëzi, se ata nuk do të më lënë të largohem kurrë. Por ai nuk më dëgjoi. Ai ka vendosur. Dhe unë nuk mund ta ndaloj. Ky ditar nuk u gjet kurrë nga sigurimi. Ai u zbulua vetëm në vitet 90, kur një punëtor që po rinovonte vilën e vjetër presidenciale gjeti një kuti të vogël metalike në ndrysheme. Brenda saj ishte ditari i Rosvitës, i shkruar me një dorëshkrim të bukur por të dridhur në gjermanisht. Ky ditar është sot një nga dokumentet më të rëndësishme për të kuptuar tragjedi e çiftit Nishani. Sepse ai tregon se Omer Nishani nuk u vetvra nga depresioni. Ai u vetvra nga dashuria. Ai besonte se duke vdekur, ai do ta shpëtonte gruan e tij. Por ai gaboi. Sepse Rosvita nuk u shpëtua. Ajo u shkatërrua edhe më keq. Në shkurt të vitit 1954, 4 muaj para vdekjes së Omer Nishanit, sigurimi organizoi një takim sekret mes Mehmet Sheut, Kadri Hasbiut dhe 3 oficerëve të lartë të sigurimit. Tema e takimit ishte zgjidhja e problemit Nishani. Sipas një dokumenti të deklasifikuar, Mehmet Shehu tha, Nishani e di shumë. Ai ka qenë kreu i shtetit për 7 vjet. Ai ka dëgjuar sekrete që askush tjetër nuk i di. Nëse ai vendos të flas, ose nëse ai arrin të arratiset në perëndim, ai mund të shkaktojë dëm të madh për regjimin. Prandaj, ai duhet eliminuar. Por jo në mënyrë që të duket si vrasje. Duhet të duket si vetvrasje. Ose si aksident. Ose si vdekje natyrale nga sëmundja. Kadri Hasbiu propozoi, ne mund të shtyjmë atë drejt vetvrasjes. Ne kemi mikrofonat. Ne mund t'i luajmë regjistrime të bisedave të tij me Rosvitën, ku ai flet kundër regjimit. Ne mund t'i themi se këto regjistrime do të përdoren në një gjyq publik. Ai do të kuptojë se nuk ka shpëtim. Dhe do të zgjedhë vetvrasjen. Ky plan u miratua. Dhe në muajt që pasuan, sigurimi filloi ta zbatonte atë me një kujdes të ftohtë dhe metodik. Në prill të vitit 1954, Omer Nishanit ju thirr në Ministrinë e Brendshme për një bisedë rutinë.
Ai shkoi duke ditur se kjo nuk ishte rutinë. Ai u prit nga kadri Hasbiu personalisht në një zyrë të errët në katin e tretë të ministrisë. Hasbiu e ftoi të ulej dhe pastaj, pa asnjë hyrje, i tha: "Shoku Nishani, ne kemi dëgjuar disa gjëra shqetësuese për ju. Biseda që ju keni zhvilluar me gruan tuaj. Biseda ku ju keni shprehur dyshime për linjën e partisë. Biseda ku ju keni folur për vëllan tuaj si të pafajshëm. Këto janë gjëra shumë të rënda." Omeri nuk tha asgjë. Ai e dinte se çdo fjalë që ai do të thoshte do të përdorej kundër tij. Hasbiu vazhdoi: "Ne nuk duam të bëjmë zhurmë. Ju keni shërbyer shtetin për shumë vjet. Por ju duhet të kuptoni se këto biseda nuk mund të vazhdojnë. Nëse ato vazhdojnë, ne do të detyrohemi të marrim masa. Masa që do të prekin jo vetëm ju, por edhe gruan tuaj." Kjo ishte kërcënimi i qartë. Nëse Omeri nuk heshte, Rosvita do të vuante. Omeri u ngrit, pa thënë asnjë fjalë, dhe doli nga zyra. Ai u kthye në shtëpi, u ul në dhomën e tij dhe qau për orë të tëra. Rosvita e gjeti atë në atë gjendje dhe e pyeti se çfarë kishte ndodhur. Ai nuk ju përgjigj. Ai thjesht e përqafoi dhe i tha: "Më fal. Më fal për gjithçka." Në maj të vitit 1954, 3 javë para vdekjes së tij, Omer Nishani mori një vendim të fundit. Ai shkroi një letër drejtuar Enver Hoxhës duke i kërkuar leje që Rosvita të kthehej në Austri. Letra ishte e shkruar me një ton të përulur, pothuajse lypës. Ai shkruante: "Shoku Enver, gruaja ime nuk është e lumtur këtu. Ajo nuk flet mirë shqiv. Ajo nuk ka miq. Ajo është e sëmur. Unë ju lutem, lejoni që ajo të kthehet në vendin e saj. Unë do të mbaj përgjegjësinë për gjithçka që ka ndodhur. Por ajo është e pafajshme. Ajo nuk ka bërë asgjë kundër shtetit." Kjo letër nuk mori kurrë përgjigje. Enver Hoxha e lexoi, e hodhi në zjarr dhe nuk foli kurrë për të. Për të, Rosvita nuk ishte një grua e pafajshme. Ajo ishte një armike e shtetit. Dhe armiqt nuk meritojnë mëshirë. Kur Omeri kuptoi se letra e tij ishte injoruar, ai e kuptoi se nuk kishte më asnjë shpresë. Ai e kuptoi se çdo gjë që ai kishte bërë për të shpëtuar Rosvitën kishte dështuar. Dhe ai e kuptoi se tani, e vetmja gjë që ai mund të bënte ishte të vdiste, duke shpresuar se vdekja e tij do t'i jepte asaj një shans për të jetuar. Por edhe kjo shpresë ishte e kollë. Sepse sigurimi kishte plane të tjera për Rosvitën. Plane që ishin edhe më mizore se ato që kishin për Omerin. Në arkivat e sigurimit të shtetit të deklasifikuara pjesërisht në vitin 2007, ekziston një dosje me kodin objekti 153. Brenda saj ndodhen 268 faqe dokumentesh, fotografi, transkriptesh. Dosja që përshkruan çdo ditë të jetës së Omer Nishanit dhe Rosvita von Oller nga viti 1948 deri në 26 maj të vitit 1954. Por në mars të vitit 1954, 3 muaj para vdekjes së Nishanit, nga kjo dosje zhdukën 37 faqe. Faqe që ishin numëruar, por që tani mungojnë. Faqe që sipas indeksit të dosjes përmbajnë transkriptet e bisedave të fundit dhe raporti mjekësor final. Kush i hoqi këto faqe? Pse pikërisht këto dokumente u shkatëruan ndërsa të gjitha të tjerat u ruajtën? Dhe më e rëndësishmja, çfarë fshinin ato faqe që edhe 53 vjet pas ngjarjeve dikush vendosi se nuk duhej të lexoheshin kurrë? A ishin ato prova të një urdhri të drejtë për vrasje? A ishin ato dëshmi se Omer Nishani nuk u vetvra, por u ekzekutua? A ishin ato emrat e atyre që morën vendimin final? Këto 37 faqe të zhdukura janë boshllëku më i madh në historinë e kësaj tragjedieje. Dhe dikush, diku, e di saktësisht çfarë shkruaj në to. Por ajo që nuk zhduk nga dosja është diçka edhe më tronditëse. Në faqen 193 ekziston një fotografi mjekësore e Omer Nishanit, e bërë në shkurt të vitit 1954. Në këtë fotografi, ai duket 20 vjet më i vjetër se mosha e tij reale. Ai ishte 52 vjeç, por fytyra e tij dukej si e një burri 70 vjeçar. Flokët plotësisht të bardhë. Lëkura e fytyrës e rrudhur thellë. Sytë e fundosur me radhë të zinj poshtë tyre. Trupi i dobësuar, kockat e dukshme nën lëkurë.
Ky nuk ishte burri që në vitin 1946 kishte qëndruar në podiumin e Kuvendit Popullor, i veshur me kostum elegant, duke përfaqësuar shtetin e ri shqiptar. Ky ishte një hije. Një fantazmë e gjallë. Një njeri që po konsumoi nga brenda, jo nga sëmundja, por nga faji, nga frika, nga presioni i vazhdueshëm i përgjimit. Mjeku që e ekzaminoi, Dr. Skënder Libohova, shkroi në raportin e tij: pacienti tregon shenja të rënda të shkatërimit fizik dhe psikologjik. Humbje peshe 32 kg në 2 vjet. Dridhje të duarve. Pagjumësi kronike. Konsum i tepruar alkooli. Shenja të fillimit të psikozës paranojake. Prognoza e keqe. Por ky raport nuk ishte një diagnozë mjekësore. Ishte një raport vdekjeje. Ishte konfirmimi se Omer Nishani po vdiste dhe se askush nuk po bënte asgjë për ta ndaluar këtë. Rosvita e pa këtë shkatërim çdo ditë. Ajo e pa burrin e saj duke u kthyer në një hije. Ajo e pa atë duke ndaluar së ngrëni, duke pirë vetëm raki, duke folur vetëm me veten. Ajo e pa atë duke qarë natën, duke thirrur emrin e vëllait të tij të vdekur, duke kërkuar falje për mëkate që ai nuk i kishte bërë. Dhe ajo nuk mund të bënte asgjë. Çdo përpjekje e saj për ta ngushëlluar takoi me heshtje. Çdo përpjekje e saj për ta bindur të hante takoi me refuzim. Çdo përpjekje e saj për ta bërë të fliste takoi me një shikimin bosh, një shikimin që thoshte: unë jam tashmë i vdekur. Thjesht trupi im nuk e di ende. Në një shënim të ditarit të saj, të datës 15 mars 1954, Rosvita shkroi: sot e pyeta Omerin nëse ai ende më do, ai nuk më përgjigj. Ai thjesht më shikoi me sy që nuk më njihnin më. Pastaj ai u kthye dhe doli nga dhoma. Unë mendoj se ai tashmë ka vdekur nga brenda. Unë mendoj se burri që unë dashurova nuk ekziston më. Dhe unë nuk e di si të jetoj me këtë të vërtetë. Kjo ishte agonia e fundit. Jo vetëm shkatërimi fizik, por edhe shkatërimi i dashurisë, i lidhjes njerëzore, i gjithçkaje që i kishte mbajtur të dy gjallë deri atëherë. Në 8 maj të vitit 1954, Omer Nishanit ju dërgua një paketë e vogël në shtëpi. Brenda saj ishte një kaset magnetofoni dhe një letër e shkurtër pa nënshkrim. Letra thoshte: dëgjoni këtë. Pastaj vendosni. Omeri e vuri kasetën në magnetofonin e tij të vjetër dhe filloi ta dëgjonte. Ajo që ai dëgjoi e ngriti gjakun. Ishte zëri i tij dhe i Rosvitës duke folur në dhomën e gjumit në një bisedë që kishte ndodhur 3 muaj më parë. Në atë bisedë, Omeri i thoshte Rosvitës se Enver Hoxha ishte një diktator gjakatar. Se regjimi komunist kishte vrarë mijëra njerëz të pafajshëm. Se ai, Omer Nishani, ishte një kukull që kishte nënshkruar dekrete pushkatimi për njerëz që ai dinte të pafajshëm. Se ai nuk mund të jetonte më me këtë faj. Kjo bisedë, e regjistruar nga mikrofonat e fshehur, ishte tani në duart e tij. Dhe mesazhi ishte i qartë: sigurimi e kishte këtë provë. Nëse ai nuk vepronte, kjo provë do të përdorej në një gjyq publik. Ai do të akuzohej si tradhtar. Rosvita do të akuzohej si agjente e huaj. Të dy do të pushkatoheshin. Ose, ai mund të zgjidhte një rrugë tjetër. Ai mund të vdiste vetë. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, Rosvita do të shpëtonte. Omeri e dëgjoi kasetën deri në fund. Pastaj e nxori nga magnetofoni, e dogji në oxhak dhe u ul në errësirë. Ai nuk i tha asgjë Rosvitës për këtë kasetë. Ai nuk donte që ajo të dinte se fundi ishte aq afër. Ai donte që ajo të kishte ende pak shpresë, edhe nëse ai e kishte humbur tashmë çdo shpresë. Në 15 maj të vitit 1954, 11 ditë para vdekjes së tij, Omer Nishani shkroi një letër të fundit. Kjo letër nuk ishte drejtuar Enver Hoxhës, as Mehmet Shehut, as Kadri Hasbiu. Ishte drejtuar Rosvitës. Por ai nuk ia dha asaj kurrë. Ai e fshehu në një vend që ai mendonte se ajo do ta gjente pas vdekjes së tij. Letra fillonte me fjalët: Rosvita ime e dashur, kur ti do të lexosh këtë, unë nuk do të jem më gjallë. Dhe unë dua që ti të dish se çdo gjë që unë kam bërë, e kam bërë për ty, unë kam dashur ty më shumë se jetën time. Dhe unë shpresoj se vdekja ime do të japë ty një shans për të jetuar. Letra vazhdonte duke i shpjeguar asaj se pse ai kishte zgjedhur të vdiste. Se ai e dinte se sigurimi kishte prova kundër tij. Se ai e dinte se nëse ai do të jetonte, ajo do të vuante.
Se ai besonte se duke vdekur, ai do t'i jepte asaj një mundësi për t'u kthyer në Austri, për të jetuar një jetë normale, për të harruar këtë ferë. Letra përfundonte me fjalët: "Më fal që të solla në këtë vend. Më fal që nuk munda të mbroj. Më fal që të lë vetëm. Por di se unë do të dua për gjithmonë, edhe në vdekje." Kjo letër nuk u gjet kurrë nga Rosvita. Ajo u gjet nga oficerët e sigurimit që hynë në shtëpi pas vdekjes së Omerit. Ata e lexuan, e fotografuan për dosjen dhe pastaj e shkatëruan. Rosvita nuk mësoi kurrë për fjalët e fundit të burrit të saj. Ajo nuk mësoi kurrë se ai kishte vdekur duke menduar për të. Ajo nuk mësoi kurrë se dashuria e tij për të kishte qenë aq e madhe sa ai kishte zgjedhur vdekjen për ta shpëtuar atë. Dhe kjo ishte mizoria më e madhe e sigurimit. Jo vetëm të vrasësh, por të vjedhësh edhe fjalët e fundit, edhe dashurinë e fundit, edhe shpresën e fundit. Në 25 maj të vitit 1954, një ditë para vdekjes së tij, Omer Nishani kaloi gjithë ditën ulur në zyrën e tij, duke shikuar nga dritarja. Rosvita hyri disa herë për t'i sjellë ushqim, por ai nuk hëngri asgjë. Ai thjesht e falenderoi me një zë të dobët dhe vazhdoi të shikonte jashtë. Ajo që ai po shikonte nuk ishte peizazhi i Tiranës. Ai po shikonte të kaluarën e tij. Ai po kujtonte vjenën e viteve 30, kur ai ishte një mjek i ri i plot shpresë. Ai po kujtonte ditën kur kishte takuar Rosvitën, një vajzë të bukur austriake me sy blu dhe buzëqeshje të ndritshme. Ai po kujtonte dasëm e tyre, një ceremoni të vogël në një kishë në Vjenë, me vetëm pak miq të pranishëm. Ai po kujtonte kthimin e tyre në Shqipëri, plot shpresë se do të ndërtonin një vend të ri, një shoqëri më të drejtë. Ai po kujtonte ditën kur u zgjodh kryetari i presidiumit dhe se si ai kishte menduar se tani ai mund të bënte diçka të mirë për popullin e tij. Dhe ai po kujtonte momentin kur ai kuptoi se ai ishte vetëm një kukull, se ai nuk kishte asnjë pushtet real, se çdo fjalë që ai thoshte shkruhej në dosjet e sigurimit. Të gjitha këto kujtime kaluan përpara syve të tij si një film i shpejtë. Dhe në fund, ai arriti në përfundimin që ai kishte arritur tashmë, se jeta e tij kishte qenë një dështim. Se ai nuk kishte arritur të bënte asgjë të mirë. Se ai kishte tradhtuar vëllain e tij duke mos e shpëtuar. Se ai kishte tradhtuar popullin e tij duke nënshkruar dekrete pushkatimi. Se ai kishte tradhtuar Rosvitën duke e sjellë në këtë ferë. Dhe se tani, e vetmja gjë që ai mund të bënte ishte të vdiste, duke shpresuar se vdekja e tij do të sillte paqe. Në mbrëmjen e 25 majit, Rosvita hyri në zyrën e Omerit për t'i uruar natën e mirë. Ai e shikoi për një kohë të gjatë, pa thënë asgjë. Pastaj ai u ngrit, e përqafoi fort dhe i tha: "Unë të dua. Mos e harro kurrë këtë." Rosvita u habit nga kjo shprehje e papritur e dashurisë. Omeri nuk kishte folur kështu për muaj. Ajo e përqafoi prapa dhe i tha: "Edhe unë të dua. Gjithmonë." Ata qëndruan të përqafuar për disa minuta në heshtje. Pastaj Omeri e liroi, i buzëqeshi me një buzëqeshje të trishtuar dhe i tha: "Shko të flesh. Unë do të vi më vonë." Rosvita doli nga zyra duke e lënë atë vetëm. Ajo nuk e dinte se kjo ishte lamtumira e fundit. Ajo nuk e dinte se kur ajo do të zgjohej në mëngjes, burri i saj nuk do të ishte më gjallë. Ajo nuk e dinte se kjo ishte nata e fundit që ata do të kalonin nën të njëjtin çati. Dhe ajo nuk e dinte se jeta e saj, që tashmë ishte një ferë, po të bëhej edhe më e keqe. Në 26 maj të vitit 1954, në orën 5:35 të mëngjesit, një eshtën u dëgjua në vilën presidenciale. Rosvita u zgjua menjëherë, e tmerruar. Ajo vrapoi drejt zyrës së Omerit. Dera ishte e mbyllur. Ajo trokiti, por nuk mori përgjigje. Ajo thiri emrin e tij, por vetëm heshtja i u përgjigj. Ajo filloi të shtyj derën me forcë, por ajo nuk lëvizte. Pastaj ajo dëgjoi zëra jashtë. Roja po vinin. Ata e shtyn atë mënjan, thyen derën dhe hyn brenda. Ajo që ata gjetën ishte Omer Nishani, i shtrirë në dy sheme, me një armë në dorë dhe një plag në kraharor. Gjaku kishte njollosur dy shemen. Sytë e tij ishin hapur, por të zbrazët. Ai ishte i vdekur. Rosvita bërtiti. Ajo u përpoq të hynte në dhomë, por roja e ndaluan. Ajo u përpoq të arrinte tek trupi i burrit të saj, por ata e mbajtën me forcë.
Ajo bërtiti emrin e tij përsëri dhe përsëri, derisa zëri i saj u thye dhe ajo ra në gjunjë, duke qarë pa kontroll. Roja e ngritën dhe e quan në dhomën e saj. Ata e mbyllën brenda. Dhe ajo mbeti atje e vetmuar duke qarë për burrin që ajo kishte dashur dhe që tani ishte zhdukur për gjithmonë. Por a ishte vërtet vetvrasje? Raporti zyrtar i policisë thoshte po. Por dëshmitë e skenës tregonin diçka tjetër. Këndi i hyrjes së plumbit ishte i çuditshëm, shumë i vështirë për të arritur nga vetë viktima. Arma ishte vendosur shumë rregullisht në dorën e tij, sikur dikush e kishte vendosur atje pas vdekjes. Dhe më e rëndësishmja, Rosvita, që flinte në dhomën ngjitur, nuk kishte dëgjuar asnjë zhurmë para se shtëna. Si ishte e mundur? Nëse Omeri kishte qelluar veten, pse nuk kishte pasur zhurmë më parë? Pse nuk kishte pasur tinguj lëvizjeje, tinguj përgatitjeje? Disa ekspert mjekoligjor që kanë studiuar rastin besojnë se Omer Nishani nuk u vetëvra. Ata besojnë se ai u ekzekutua nga agent të sigurimit që hyn në zyrën e tij gjatë natës, e qelluan ndërsa ai flinte ose ishte i dehur, dhe pastaj e vendosën armën në dorën e tij për ta bërë të dukej si vetvrasje. Të tjerë besojnë se ai u detyrua të qellonte veten me një armë në kokë nga një oficer që qëndronte prapa tij. Por të gjitha këto janë teori. E vërteta nuk dihet. Sepse 37 faqet që mungojnë nga dosja e sigurimit ndoshta përmbajnë përgjigjen. Dhe ato faqe janë zhdukur për gjithmonë. Por kush përfitoi nga vdekja e Omer Nishanit? Kush ishte personi që fitoi më shumë nga eliminimi i tij? Përgjigja është e qartë, Enver Hoxha. Pas vdekjes së Nishanit, Hoxha konsolidoi pushtetin e tij absolut. Ai eliminoi çdo zë të mundshëm opozite brenda partisë. Ai ndërtoi një kult personaliteti që e bëri atë të paprekshëm. Dhe ai sundoi Shqipërinë me grusht hekuri për 38 vjet të tjerë, deri në vdekjen e tij në vitin 1985. Por Hoxha nuk ishte i vetmi që përfitoi. Mehmet Shehu, që organizoi eliminimin e Nishanit, u bë kryeministër dhe sundoi me terror për 30 vjet. Kadri Hasbiu, që drejtoi operacionin, u bë ministër i brendshëm dhe ndërtoi një aparat sigurimi që spionoi dhe torturoi qindra mijëra shqiptar. Dhe oficerët që ekzekutuan planin u shpërblyen me poste të larta, me privilegje, me pushtet. Ndërsa Omer Nishani u varros në heshtje, pa ceremoni, pa fjalime, pa nderime. Varri i tij u shënua me një gur të thjeshtë, pa emër. Dhe historia zyrtare e harroi atë, duke e përmendur vetëm si ish kryetarin e presidiumit që u vetvra nga depresioni. Por e vërteta është se Omer Nishani nuk vdiq nga depresioni. Ai vdiq nga sigurimi. Ai vdiq nga regjimi që ai kishte shërbyer dhe që e tradhtoi atë. Ai vdiq sepse ai e dinte shumë dhe ndjente edhe më shumë. Dhe ai vdiq sepse në një shtet ku sigurimi kishte vesh kudo, asnjë sekret nuk mund të mbahej, asnjë dashuri nuk mund të jetonte, dhe asnjë njeri nuk mund të ishte i lirë. Në 10 qershor të vitit 1954, 15 ditë pas vdekjes së Omer Nishanit, Rosvita von Oller u zgjua në orën 4 të mëngjesit nga trokitja e fortë në derë. Ajo nuk kishte fjetur vërtet që nga ajo mëngjes e tmerrshme kur kishte gjetur burrin e saj të vdekur. Ajo kishte kaluar ditët duke qarë, duke refuzuar ushimin, duke folur me veten në gjermanisht, duke thirrur emrin e Omerit në errësirë. Shërbëtorja e re që sigurimi kishte vendosur në shtëpi raportonte çdo ditë se subjekti Rosvita po humb kontrollin mbi realitetin. Por atë mëngjes, kur dera u hap me forcë dhe 4 oficer të sigurimit hynë në dhomën e saj, Rosvita e kuptoi se fundi i saj kishte ardhur. Ata nuk folën shumë. Njëri prej tyre lexoi një urdhër arresti me një zë monoton: Rosvita von Oller Nishani, ju arrestoheni për bashkëpunim me shërbimet sekrete të huaja, për spionazh kundër Republikës Popullore të Shqipërisë dhe për komplot kundër shtetit. Rosvita nuk bërtiti. Ajo nuk u përpoq të arratisej. Ajo thjesht pyeti në shqip të thyer: ku më çoni? Oficeri ju përgjigj me një ftohtësi që e ngriti gjakun: atje ku i takojnë tradhtarëve. Ajo u ngrit nga krevati, u vesh me rrobat e para që gjeti dhe u largua nga shtëpia që kishte qenë burgu i saj për 7 vjet. Ajo nuk e dinte se nuk do të kthehej kurrë. Ajo nuk e dinte se emri i saj do të fshihej nga çdo dokument zyrtar. Dhe ajo nuk e dinte se vdekja e saj do të ishte edhe më e tmerrshme se ajo e burrit të saj. Por çfarë ndodhi me Rosvitën në muajt që pasuan? Dosjet e sigurimit tregojnë një rrugë drejt therrit.
Ajo u dërgua fillimisht në burgun e grave në Tiranë, në një qelë të vetme, pa dritare, me vetëm një shtrat hekuri dhe një kovë. Aty ajo u mbajt për 6 muaj, pa asnjë vizitë, pa asnjë letër, pa asnjë kontakt me botën e jashtme. Hetuesit e sigurimit e thirrën për pyetje çdo ditë. Ata i bënin të njëjtat pyetje përsëri dhe përsëri, për kë punoje? Cilat sekrete i dhe shërbimeve austriake? Kush ishin kontaktet e tua në ambasadë? Rosvita përgjigjej çdo herë me të njëjtën të vërtetë: unë nuk kam punuar për askën. Unë isha thjesht gruaja e Omerit. Unë nuk di asgjë për sekrete. Por hetuesit nuk e besonin. Ata e akuzonin se ajo po gënjente. Ata e kërcënonin se do ta torturonin nëse nuk rrëfehej. Dhe kur ajo vazhdoi të mohonte, ata ndryshuan strategjinë. Ata filluan ta thyenin psikologjikisht. Ata i tregonin detaje të rreme për Omerin, duke thënë se ai kishte tradhtuar atë, se ai kishte pasur një dashuri tjetër, se ai kishte bashkëpunuar me sigurimin kundër saj. Rosvita dinte se këto ishin gënjeshtra. Por pas muajsh izolimi, pas muajsh urie dhe pagjumësie, mendja e saj filloi të luhatet. Ajo filloi të dyshonte në kujtesën e saj. Ajo filloi të pyeste veten: a ishte vërtet Omeri ai që unë mendoja se ishte? Kjo ishte fitoria e sigurimit. Jo ta bënin të rrëfente diçka që nuk kishte bërë, por ta shkatëronin kaq shumë sa ajo të mos dinte më çfarë ishte e vërtet dhe çfarë ishte gënjeshtër. Në janar të vitit 1955, 7 muaj pas arrestimit të saj, Rosvita u transferua nga burgu në spitalin psikiatrik të Elbasanit. Arsyeja zyrtare ishte se ajo kishte treguar shenja të çmendurisë së rëndë dhe se kishte nevojë për trajtim mjekësor. Por e vërteta ishte tjetër. Sigurimi kishte vendosur se Rosvita nuk kishte asnjë vlerë më. Ajo nuk kishte dhënë asnjë informacion të dobishëm. Ajo nuk kishte rrëfyer asnjë komplot. Ajo ishte thjesht një grua e thyrë, e pashpresë, që nuk mund të përdorej për asgjë. Por ajo nuk mund të lirohej, sepse ajo e dinte shumë për jetën private të Omer Nishanit. Ajo nuk mund të pushkatohej, sepse kjo do të shkaktonte pyetje nga ambasada austriake. Prandaj, zgjidhja më e lehtë ishte ta shpallnin të çmendur dhe ta linin të vdiste në heshtje në një spital psikiatrik. Kjo ishte një praktikë e zakonshme e regjimit komunist. Njerëzit që dinin shumë por që nuk mund të eliminoheshin hapur shpalleshin të çmendur dhe mbylleshin në spitale psikiatrike, ku ata trajtoheshin me barna që i shkatëronin mendjen dhe trupin, derisa vdekja vinte si një çlirim. Rosvita von Oller Nishani u bë një nga këto viktima të harruara. Spitali psikiatrik i Elbasanit në vitet 50 ishte një vend i tmerrshëm. Ndërtesa e vjetër, e lagësht, me mure të kalbur dhe erë të prishur. Dhoma të mbushura me pacientë që ulërinin natën. Infermierë që trajtuan pacientët si kafshë. Mjekë që përdornin terapin me elektroshok si ndëshkim, jo si trajtim. Dhe barna që jepeshin në doza aq të larta sa pacientët ktheheshin në zombi, të paftë për të folur, për të menduar, për të kujtuar. Rosvita u vendos në një dhomë me 5 gra të tjera, të gjitha të akuzuara si armike të popullit dhe të shpallura të çmendura. Ajo nuk fliste me to, ajo nuk fliste me askën. Ajo kalonte ditët ulur në këndin e dhomës, duke shikuar murin, duke përshpëritur në gjermanisht fjalë që askush nuk i kuptonte. Infermierët raportuan se ajo përsëriste vazhdimisht 2 emra, Omer dhe Greta. Omeri ishte burri i saj i vdekur. Greta ishte motra e saj në Vjenë, që nuk kishte marrë kur letrën e saj të fundit, që nuk e dinte se çfarë po i ndodhte, që ndoshta mendonte se ajo ishte ende e gjallë dhe e lumtur në Tiranë. Rosvita e thiri emrin e motrës së saj çdo ditë, duke shpresuar se ndoshta, në një mënyrë magjike, Greta do ta dëgjonte dhe do të vinte ta shpëtonte. Por askush nuk erdhi. Askush nuk pyeti për të. Dhe ajo u harrua nga bota. Sa kohë jetoi Rosvita në atë spital? Dosjet janë kontradiktore. Disa dokumente thonë se ajo vdiq në vitin 1957, 2 vjet pas hyrjes në spital. Të tjerë thonë se ajo jetoi deri në vitin 1960. Por të gjitha bëjnë dakord në një gjë: ajo vdiq në mjerim absolut, e harruar, e vetmuar, pa asnjë njeri të afërm pranë saj. Certifikata e vdekjes, e gjetur në arkivat e spitalit, thotë: shkaku i vdekjes, dështim kardiak nga sëmundja kronike. Por kjo është një gënjeshtër. Rosvita nuk vdiq nga sëmundja.
Ajo vdiq nga barna që i jepeshin çdo ditë, barna që e shkatëruan sistemin e saj nervor, që e bën të humbiste peshë derisa u bë vetëm lëkurë dhe kocka, që e bën të humbiste kujtesën derisa ajo nuk kujtonte më as emrin e saj. Ajo vdiq nga trajtimi mizor i infermierëve që e shihnin si një kafshë, jo si një njeri. Ajo vdiq nga vetmia absolute, nga mungesa e çdo dashurie, e çdo ngrohtësie njerëzore. Dhe ajo vdiq duke thirrur emrin e burrit të saj, duke shpresuar se ndoshta, në vdekje, ata do të bashkoheshin përsëri. Trupi i saj u varros në varrezat e spitalit, në një varr të pashënuar, pa emër, pa datë. Askush nuk erdhi në varrimin e saj. Askush nuk tha një lutje për të. Dhe për dekada, askush nuk foli për gruan austriake që kishte qenë dikur zonja e parë e Shqipërisë dhe që kishte përfunduar në një varr pa emër në Elbasan. Por historia e Rosvitës nuk përfundon me vdekjen e saj. Në vitin 1988, 3 vjet pas rënies së regjimit komunist, një gazetar i ri shqiptar me emrin Fatos Lubonja filloi të hetonte historinë e viktimave të sigurimit të shtetit. Ai dëgjoi për herë të parë për Rosvita von Oller Nishani nga një grua e vjetër që kishte qenë infermiere në spitalin psikiatrik të Elbasanit në vitet 50. Kjo grua, që tani ishte 80 vjeçe dhe që po vdiste nga kanceri, donte të rrëfente të vërtetën para se të vdiste. Ajo i tha Lubonjas, unë e mbaj mend atë gruan. Ajo ishte e bukur, edhe pse ishte e thyrë. Ajo fliste një gjuhë që unë nuk e kuptoja. Ajo qante çdo natë. Dhe ajo vdiq duke thirrur një emër, Omer. Unë nuk e dija kush ishte ajo. Por tani, pas gjithë këtyre viteve, unë dua që dikush ta di se ajo ekzistoi. Se ajo vuaj. Se ajo nuk ishte e çmendur. Ajo ishte thjesht një grua që kishte dashur gabim. Lubonja filloi të kërkonte në arkivat e sigurimit. Ai gjeti dosjen Objekti 153. Ai lexoi transkriptet e bisedave të përgjuara. Ai pa fotografitë e Omer Nishanit dhe Rosvitës. Ai lexoi raportet e Liri Gegës, shërbëtores spiune. Ai lexoi urdhrin e arrestimit të Rosvitës. Dhe ai gjeti certifikatën e vdekjes së saj, të nënshkruar nga një mjek i spitalit psikiatrik. Por ai nuk gjeti 37 faqet që mungonin. Ai nuk gjeti letrën e fundit që Omeri i kishte shkruar Rosvitës. Ai nuk gjeti përgjigjen përfundimtare për atë që kishte ndodhur vërtet në 26 maj të vitit 1954. Por ai gjeti mjaftueshëm për të treguar historinë. Dhe në vitin 1991, ai botoi një artikull të gjatë në një revistë letrare, me titullin Gruaja që regjimi e harroi. Artikulli shkaktoi një reagim të fortë. Disa lexues ishin të tronditur. Të tjerë ishin skeptik. Disa thanë se Rosvita kishte qenë vërtet spiune. Të tjerë thanë se ajo kishte qenë viktimë e pafajshme. Por të gjithë ranë dakord në një gjë, historia e saj duhej treguar. Në vitin 2007, kur dosjet e sigurimit u deklasifikuan pjesërisht, një grup historianësh shqiptar dhe austriak filluan një projekt të përbashkët për të kërkuar për Rosvita von Oller Nishani. Ata kontaktuan familjen e saj në Austri. Ata gjetën motrën e saj, Greta, që ishte tani 95 vjeçe dhe që jetonte në një shtëpi pleq në Vjenë. Kur Gretës ju tregua se çfarë i kishte ndodhur motrës së saj, ajo qau për orë të tëra. Ajo tha se ajo kishte shkruar letra në Tiranë për vite, duke pyetur për Rosvitën, por nuk kishte marrë kurrë përgjigje. Ajo kishte kontaktuar ambasadën austriake, por ata i kishin thënë se nuk kishin informacion. Ajo kishte shkruar tek Kryqi i Kuq ndërkombëtar, por ata nuk kishin mundur ta ndihmonin. Dhe me kalimin e viteve, ajo kishte humbur shpresën. Ajo kishte menduar se Rosvita kishte vdekur në vitet 50, por nuk e dinte se si. Tani, 50 vjet më vonë, ajo mësoi të vërtetën. Dhe kjo e vërteta e theu. Ajo kërkoi që trupi i motrës së saj të gjendej dhe të transferohej në Vjenë për t'u varrosur pranë prindërve të tyre. Por kjo ishte e pamundur. Varrezat e vjetra të spitalit psikiatrik të Elbasanit ishin shkatëruar në vitet 80 për të ndërtuar një pallall. Varri i Rosvitës ishte zhdukur. Asnjë kockë, asnjë gjurmë, asnjë provë fizike e ekzistencës së saj nuk mbetej. Ajo ishte zhdukur plotësisht, sikur ajo nuk kishte ekzistuar kurrë. Por a ishte Rosvita vërtet e pafajshme? A kishte ajo ndonjë lidhje me shërbimet sekrete austriake? Pas deklasifikimit të dosjeve të sigurimit dhe pas kërkimeve të historianëve austriak në arkivat e tyre, përgjigja është e qartë, jo.
Asnjë provë nuk u gjet kurrë. Asnjë dokument në arkivat austriake që të tregonte se Rosvita kishte pasur kontakte me shërbimet sekrete. Asnjë pagesë, asnjë takim sekret, asnjë raport. Ajo ishte thjesht një grua që kishte lindur në vendin e gabuar dhe në kohën e gabuar. Një grua që kishte dashur një burr që regjimi e kishte shndërruar në kukull. Një grua që kishte paguar çmimin më të lartë për këtë dashuri. Dhe një grua që historia e kishte harruar për 50 vjet, derisa një gazetar i ri vendosi të tregonte historinë e saj. Por edhe sot, 33 vjet pas rënies së komunizmit, emri i Rosvita von Oller Nishani nuk gjendet në asnjë libër shkollor shqiptar. Nuk ka asnjë përmendore për të. Nuk ka asnjë rrugë të quajtur me emrin e saj. Ajo mbetet një hije në historinë e Shqipërisë, një viktimë e harruar e një regjimi që e urrente sepse ajo ishte e ndryshme, sepse ajo ishte e huaj, sepse ajo guxoi të donte. Dhe çfarë ndodhi me ata që e shkatëruan atë? Mehmet Shehu, që organizoi eliminimin e Omer Nishanit dhe arrestimin e Rosvitës, u bë kryeministër dhe sundoi me terror për 30 vjet. Por në vitin 1981, ai u gjeti vdekur në shtëpinë e tij me një armë në dorë. Versioni zyrtar ishte vetvrasje. Por shumë besojnë se ai u ekzekutua nga Enver Hoxha, i cili e dyshonte atë për tradhti. Ironia e fatit, burri që kishte organizuar vetvrasjen e Nishanit vdiq në të njëjtën mënyrë. Kadri Hasbiu, që drejtoi operacionin kundër Nishanit, u arrestua në vitin 1983, u akuzua si bashkëpunëtor i Mehmet Shehut, u gjykua në një proces të shpejtë dhe u pushkatua. Liri Gega, shërbëtorja spiune që kishte jetuar në shtëpinë e Nishanit dhe kishte raportuar çdo fjalë të tyre, jetoi deri në vitin 2005. Ajo nuk foli kurrë publikisht për atë që kishte bërë. Ajo vdiq në heshtje, duke mbajtur sekretet e saj deri në fund. Dhe Enver Hoxha, arkitekti i gjithë këtij terrori, vdiq në vitin 1985 në krevatin e tij, i rrethuar nga familja, pa u ndëshkuar kurrë për krimet e tij. Trupi i tij u varros me nderime shtetërore. Por në vitin 1990, pas rënies së regjimit, varri i tij u shkatërrua nga turma e zemëruar. Kockat e tij u zhvarrosën dhe u rivarrosën në një varrezë të zakonshme, pa përmendore, pa nderime. Kjo ishte drejtësia e vonuar e historisë. Sot, kur ecim nëpër rrugët e Tiranës, ne kalojmë pranë vilës ku dikur jetoi Omer Nishani dhe Rosvita von Oller. Vila është tani një muze, i hapur për publikun. Vizitorët mund të shohin dhomat ku çifti jetoi. Ata mund të shohin zyrën ku Omeri u gjeti vdekur. Ata mund të shohin dhomën e gjumit ku mikrofonat e sigurimit regjistruan çdo fjalë të tyre. Por ajo që ata nuk mund të shohin janë fantazmat që ende jetojnë atje. Fantazma e një burri që u shkatërrua nga faji dhe pafuqia. Fantazma e një gruaje që vdiq duke thirrur emrin e burrit të saj në një spital psikiatrik. Fantazma e një dashurie që u shtyp nga një regjim që nuk lejonte asnjë ndjenjë njerëzore, asnjë intimitet, asnjë sekret. Familja e Omer Nishanit u shpërnda pas vdekjes së tij. Fëmijët e tij, nëse kishte, nuk janë kurrë identifikuar në dokumente. Disa burime thonë se çifti nuk kishte fëmijë. Të tjerë thonë se ata kishin një vajzë që vdiq në fëmijëri. E vërteta nuk dihet. Por ajo që dihet është se pas vdekjes së Omerit dhe Rosvitës, çdo gjurmë e tyre u fshi sistematikisht. Fotografitë e tyre u hoqën nga arkivat zyrtare. Emrat e tyre u hoqën nga librat e historisë. Dhe për dekada, askush nuk foli për ta, sikur ata nuk kishin ekzistuar kurrë. Ata që i tradhtuan Omer Nishanin dhe Rosvitën jetuan jetë të gjata dhe të rehatshme. Disa vdiqën në krevatin e tyre. Të tjerë u ndëshkuan nga regjimi që ata kishin shërbyer, duke u bërë viktima të së njëjtës makinerie terrori që ata kishin ndërtuar. Por asnjë prej tyre nuk u ndëshkua kurrë për atë që i bën çiftit Nishani. Asnjë gjyq, asnjë hetim, asnjë drejtësi. Ata morën sekretet e tyre në varr. Dhe sekretet e tyre janë varrosur bashkë me 37 faqet që mungojnë nga dosja e sigurimit. Shqipëria ndryshoi pas rënies së komunizmit. Vendi u hap ndaj botës. Njerëzit filluan të flasin për krimet e së kaluarës. Dosjet e sigurimit u deklasifikuan pjesërisht. Viktimat filluan të tregonin historitë e tyre. Por edhe sot, 33 vjet pas lirisë, shumë sekrete mbeten të fshehura. Shumë dosje mbeten të klasifikuara. Shumë emra mbeten të mbrojtura. Dhe shumë viktima mbeten të harruara.
Por pyetja më e madhe mbetet, kush ishte vërtet përgjegjës për vdekjen e Omer Nishanit? A ishte ai Enver Hoxha që dha urdhrin final? A ishte ai Mehmet Shehu që organizoi ekzekutimin? A ishte ai Kadri Hasbiu që drejtoi operacionin? A ishin ata oficerët e sigurimit që hynë në zyrën e Nishanit atë natë? Apo ishte sistemi vetë, një makineri terrori që funksiononte aq mirë sa askush nuk mund të identifikojë si vrasësi i vetëm? Dhe pse 37 faqet e dosjes zhdukën? Çfarë shkruaj në to që edhe 53 vjet pas ngjarjeve dikush vendosi se nuk duhej të lexoheshin kurrë? A ishin ato urdhri i nënshkruar nga Hoxha? A ishin ato emrat e atyre që ekzekutuan planin? A ishin ato dëshmitë se Nishani nuk u vetë vra, por u vra? Këto pyetje mbeten pa përgjigje. Dhe ndoshta ato nuk do të kenë kurrë përgjigje. Sepse ata që dinë të vërtetën janë të vdekur. Dhe ata që janë gjallë ende zgjedhin heshtjen. Por një gjë është e sigurt, historia e Omer Nishanit dhe Rosvita von Oller nuk është thjesht një tragjedi personale. Është një dëshmi e asaj që ndodh kur një shtet shndërrohet në një makineri spionazhi. Kur çdo shtëpi ka vesh. Kur çdo fjalë regjistrohet. Kur çdo dashuri bëhet armë. Kur çdo njeri, edhe kreu i shtetit, është një rob i frikës. Kjo është trashëgimia e sigurimit të shtetit. Dhe kjo është arsyeja pse ne duhet të kujtojmë. Jo për të ushqyer urrëtitjen, por për të kuptuar se çfarë humbet kur liria zhduket. Çfarë shkatërrohet kur besimi vdes. Dhe çfarë mbetet kur dashuria nuk mund të jetojë. Rosvita von Oller Nishani vdiq duke thirrur emrin e burrit të saj. Ajo vdiq duke shpresuar se ndoshta në vdekje ata do të bashkoheshin përsëri. Dhe ndoshta ata u bashkuan. Ndoshta, diku përtej kësaj bote, ata janë së bashku përsëri, larg mikrofonave, larg sigurimit, larg frikës. Ndoshta aty, në fund, ata gjetën paqen që kjo botë nuk u dha kurrë. Por kjo është vetëm një shpresë. Sepse e vërteta është se ata vdiqën të vetmuar, të thyer, të harruar. Dhe emrat e tyre u fshiren nga historia, sikur ata nuk kishin ekzistuar kurrë. Por ne, sot, mund t'i kujtojmë. Ne mund të tregojmë historinë e tyre. Ne mund të themi emrat e tyre me zë të lartë, Omer Nishani dhe Rosvita von Oller. Dy njerëz që dashuruan në kohën e gabuar, në vendin e gabuar, në nënvëzhgimin e një regjimi që nuk lejonte dashuri. Dy njerëz që paguan me jetën e tyre për këtë dashuri. Dhe dy njerëz që meritojnë të kujtohen, jo si viktima, por si njerëz që guxuan të ndjejnë në një botë që donte t'i bënte të gjithë të frikësuar dhe të heshtur. Por pyetja më e fundit mbetet, a ka ende sot, në arkivat e fshehta të shtetit shqiptar, dosje të tjera si ajo e Omer Nishanit? A ka ende faqe të zhdukura që fshihin të vërtetën? A ka ende emra të mbrojtur që nuk duhet të zbulohen? Dhe kush, sot, po vendos se cilat sekrete duhet të mbeten sekrete për gjithmonë?